Falënderimin dhe Allah xhallahu ala, Allahu thot: "Wala in shakartum la azidannakum." Në qovë se falenderani, unë u ashtë e begatit. E si bët falenderimi? Bët me zemër fillimisht. Qysh njeri falender me zemër? Duhet dhe nëruar që në zemrën ton të rënjoset një bindje se këtë mundësi për me konë pjesëtari kësaj feje, këtë mundësi me thonë la ilaha illallah, këtë mundësi me thonë subhanallah, këtë mundësi me alë më ronë sejde, këtë mundësi me agjeru, këtë mundësi me lezu Kuran, gjitha këtu mundësi, me zemër njërë me ditë, para se me thonë me gjuhë, me zemër, këtë mundësi veç Allahu i madhë ka pasë mundësi me dhonë, se këto as me menë se kon fitu, as me para se kon fitu, as qëmë qështu pëse kon babën haxhia, as nonën haxhike, as gjyshin, ka e të komujt me i pasë mirë, vetë mësë me kon qështu. A ka qështu rasta? Ka rasta. A ka plët djemë të familje fetare që babë e babë gjysh kanë falë namaz, s'falët. A ka kështu? Ka. Nësë kjo punë me babë, me babë gjysh, me hoxhe, me haxhie, me mezin, së është kjo punë? Kjo është punë, kënë Allahu e dënë e apë këtë begatia pëtën. Allahu të ka dashë, të ka prunë gjamija pëtën. Andaj, a ndinë këto pimrena, pilët që këtë shpirtit me di këtë begati? A do me ta prunë një shambull, konkret? Para më ne, për shambull, njëri me autoritet madhë, kryetara, pasanika, qka do koftë? A i ka udhëtimet e vete, a i ka takimet e vete, a i ka bisedet e sekrete, së ka zonë që të ku që ka bënë muhabet, apo tash, po të merë ty, po të hajdi me mua. Ti asë kërkushës si, asë një mën të i kur gjatina, asë si vynë kur gjatina, për kur gjeqë, veç të hajdi me mua. Aty ku bëna i marveshe milionëshe, të të nga që apo bëjqë që, të kalëzën krejt, apo shkon në udhëtim, të merë me lkej që ka bëna i tjeshe ato. Rinë të bim shumë ngusht, e din se plot njerëz që pasë me konë këtu, e së janë, mas gjitha këtyre që a ti bënë, qka thushti? Thush, që kë njëri pse u po më bënë qështu mu? Apo, a e një në vetër të gjysh, të privilegju, në derum, që kur kush s'po din, qka ti po din? Që kur kush s'po shë, qka ti po shë? E një vetër të privilegju njëri. A nuk duhet edhe ma te për se kaqë, ma di në para të pa krahasueshme, apo që ne të ndim para mëna sa njerëz Allahu i kalon njerëz xhamis, thonë ti hajde me pa çka duhen ata. Hajde ti me pa çka duhen. Hajde ti me ngu çka duhen. Kur'an që ngoje portë. Thonë njerëz asnin kur Kur'an lindë des kur s'kani Kur'an. Ty Allah të ka mundësuar. E ndin këtë begatin nga zemra që Allah të ka ndërua, të ka privilegju, të ka vequ për tjere, pa kur gjëheq, ti as ki kur farfuqie, as se ke blekët uzim me para. A ka mundësi dikush me shku me dhonë qëre hoqë, po të dhonë një 10.000 euro, për i sëtë bënë mu falë. A mundët? Së mundët? Nuk bëhet njëri me para me mazli. Së bëhet kjo punë me para. S'ka mundësi kur më me para. As kur kush shamin me para nuk e në gjetë, as kur kush nuk falet me pare, as kur kush nuk agjëron me pare, as absolutisht. Feja është dhurat për Zoti, jep ati që e dëtë. Në ka jep neve, kush i në natë. E ja kanal të afërme të pejgamberi s.a.s. Qka je ti maj mirë se Abu Talibi? Ti bile s'ke pas rast, as një gotë ujë mi adhonë pejgamberi s.a.s. Bile s'paku i kom dhonë ujë, i kom qitë ujë Muhammed e.s. Bile s'paku kaqë. Qka ke boti për ta? Abu Talibi dhe zderuar 3 vjetë, ka hongër bari. Bari ka hongër. Për shkak të Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Kur Kurejsh të Mekës e kanë vendosur embargon për Muhammedin sallallahu alaihi sallam, s'ka me i shit, s'ka me i ble, s'ka kurgjë, s'ka pas ushqim. Kanë hongër, bari kanë hongër. Me ta bashkë ka qenë Abu Talibi. S'ka qenë musliman. Veç për shkak se një pijan për hek, edhe unë ka me hek. A u kun pa besimtar. Edhe në fund, që të dek muslimanat. E ka lutë pejgamberi s.a.s. Banu, thuj një fjallë.
Për me tregu se kjo punë s'është me afërsi, apo kjo punë s'është me barje me ujë, kjo punë s'është me fuqi. Kjo punë është për zgjedhje pe Allahut azza xal. Andi Allahu xhallahu të ka ndëru, Allahu xhallahu të ka shpërbly, e ta shka hope udhës ku të kofta, prishe këtë për çka të qofta. Jo Allah, du me di çmimin atë, me di vlerën. Në njëri kur të apë njësan hedije, edhe të ka nëru ma të hedije, të din që të ka nëru ma të hedije. A është në regull që me gjuhë që kështu të apëtëne, ha me se bënë dhe pa të apë, a është kja në regull në ti? Jo vëllah. Allah Gjellar të ka apë fenë, me të ndëru, me të shpërbly, për shka i apëm, për shka ka e prishën fenë? Për një kujtë, për një qefë, për një apsh. Për kur që ma shumë, iqë kur që? Për qef 5 dakika e prish fejnë aftën. Allah i në rujtë. Andaj, ta njëm këtë begati, dhe Allah në gjellewala ta falenderojmë për këtë begati, fillimisht, me zemër. Ta ndim në thellësirat e zemrës tonë, se veç Allahu në ka uzuabë. Veç Allahu gjellewala në ka këthy. Wallahi billahi, krejt djetarët e dunjas më unë që dygoj, edhe me të folë, argumente, e derse, e më me të bind, s'kishin mujtë kur me të bind, pa e mbjell Allah në zemrën tënë dhe uzimin e tënë. Mirë për kur Allah e mbjell uzimin në zemrën tonë, krejt shkencëtarët e krejt filozofët e dunjas më qu, me të kallu se ki mirë, ti kesh me ta pëtën. Edhe kjo ndodhë pas ta jetë, apo? E pse i ka që i fort? Nga se Allah të ka forsu. A në dush me ditë, Allah më ka ndëru, kjo është nderë për mu. Për në sa ma te për endim këtë begati nga zemra. Dhe e falendrujmë Allah në gjellewala me zemrë, për aqë Allah në arun këtë begati. E pas taj fillan me kalu kjo falendrim nga zemra në gjuh. Njëri ka të cilë më thonë, alhamdulillah. Ma dje banorët e gjenetit dhe nëruar, kur të hinë gjenet, dhe e shojnë se në gjenet ju në hi veç për shkak kësaj feje. A ka mundësi dikush me hinë gjenet, si pasoj e diçkafi tjetër për ejtë besimit në Allah në Gjallahu Ala? S'ka mundësi. Në gjennet hinë veç për një dere, besimit në Allah në dhe në pejgamberin sasërëm. Kejtë dy tire e mshelet. Kejtë e mshelet. Dikush s'ka mujtë, për shamë me kry shkollë, s'ka mujtë me kry shkollë, të shku ditë për ditë, të kryje provime, s'ka mujtë. Po e egzistojnë mundësia dy qyshmi një mu këti njëri? Po egzistojnë, një ablin diplomën. Egzistojnë? Në njëri për shambull, me prit më ranë me im punë, sën hinë kur, se i pa kvalifikumë është. Po e egzistojnë mundësia dy me shtim punë? Po mërë të shja, janë do dyrë tjera i shtim punë. E këta që mësu me i për dyrëve tjera, kujtojnë që dhe në gjennet me hinë për dyrëve tjera, e s'ka në kështu ati apër. Ati veç një derë është. Ati sun hinë për dyrëve tjera, sun hinë as për mas, as për mi, as për funi, sun hinë kur qysh atje, veç një derë është. Dera ku shkun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Që aty jenë veç. E ata kur hinë gjennet, e kuptojnë që veç për kësaj dere po hike në gjennet. Qka thonë? Alhamdulillahi alladhi hadana li hada, wa ma kunna li nehtedija leula në hadana Allah. Ata thonë, alhamdulillah, falërimi i koftë Allahut, i cilin në udhëzojnë këtë rrugë në gjennet, që qëtu Allah në ka uzu. Wa ma kunna li nehtedija, kur na nuk është muzu, kur as menja së më kishku mu që shtut, mos me qenë Allah me muzu mu. Që në gjennet, Allah në falenrojnë. E sa duhet Allah në këtë botë me falenu për këtë islame, për këtë din që Allah në ka thonë? Kush Allah në falenran, Allahu jashtan. Kush Allah në falenran, Allahu gjellëvale e arru në fin. Pa e ndash me arru të fin e Zotit, Allahu në falenraje. Edhe me gjimtyr, Allahu në falenru për këtë fe, duke e zbatu këtë fe, ashtu si kurse me kam su pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam.